Rreshtit e dendura të ditëve të fundit kanë vënë në lëvizje strukturat e qarkut Gjirokastër, të cilat vijojnë monitorimin e situatës në terren. Sipas prefektes së qarkut, Albana Hasanaj, problematikat më të shfaqura lidhen me shkarje dhe erash në disa akse rurale, si dhe bllokim të përkohshëm të disa rrugëve dytësore, ku kompanitë kontraktore kanë ndërhyrë menjëherë dhe po punojnë në terren për sistemimin e tyre. Sasia e madhe e rreshjeve të rëna gjatë këtyre ditëve ka shkaktuar edhe problematika të shumta në zonat rurale, në bashkinë Gjirokastër dhe konkretisht në njësinë administrative Picar, njësinë administrative Cepo dhe njësinë administrative Lunxhëri. Për njësinë administrative Picar kemi rrugën Kolonj Golem, e cila gjatë gjithë kësaj periudhe është shoqëruar me shkitje të dherave dhe informoj se kontraktorët janë në terren për të eliminuar gjithë problematikat. Lidhur me njësinë administrative Cepo është rruga e Fushbardhës, e cila në mënyrë të vazhduar ka patur rënje të dherave. Në të njëjtën kohë, njësitë e vetëqeverisjes vendore janë duke u marrë me problematikat për t'i dhënë një zgjidhje sa më imediate situatës dhe për ta bërë rrugën të kalueshme nga gjithë popullata e zonës. Një tjetër problematikë aktuale për qarkun Gjirokastër mbetet edhe ura e Glinës, e cila ndodhet në bashkinë Dropull. Kjo urë ka nevojë për ndërhyrje më të specializuara dhe momentalisht është e pamundur ndërhyrja për shkak edhe të nivelit të madh të prurjeve të lumit Drino. Gjithsesi, për të eliminuar këtë problematikë është duke u punuar me aksin dytësor Glinë-Nepravisht. Prefektja Hasanaj bën me dije se të gjitha bashkitë e qarkut janë në katishmëri dhe se grupet e emergjencave civile po vijojnë monitorimin deri në stabilizimin e plot të motit. Për sa i përket furnizimit me energji elektrike, qarku i Gjirokastrës ka patur problematika, por jo problematika të theksuara. Është punuar gjatë gjithë kësaj periudhe për ndërhyrjen të menjëhershme nga ana e OSHE-s dhe për sistemimin e gjitha problematikave të ndodhura në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike. Lidhur me akset kombëtare, gjatë gjithë kësaj periudhe kanë qenë të kalueshme, me problematika të vogla, të cilat janë marrë në konsiderat dhe janë trajtuar në mënyrë të menjëhershme nga kontraktorët përgjegjës për segmentet caktuara të rrugës. Ndërkohë, strukturat vendore ju bëjnë apel banorëve të shmangin lëvizjet e panevojshme në akset që paraqesin rrezik dhe të raportojnë për çdo problem tek autoritetet përgjegjëse.